Nga Kapshtica dhe deri në Qafthan janë më shumë se 350 kryqëzime dhe degëzime. 6 prej tyre edhe për policinë konsiderohen si njolla të zeza për shkak të numrit të lartë të aksidenteve. Njëri prej tyre është edhe kryqëzimi ku ne ndodhemi sot, ai i Belortas, ku vetëm një ditë më parë një person humbi jetën për shkak të një aksidenti rrugor. Aksi rrugor Korçë-Kapshtic kalon përmes fshatit Belorta, i cili në total ka rreth 250 familje. 70 prej tyre banojnë në pjesën e poshtme të aksit nacional dhe familjet e tjera në pjesën e sipërme. Çdo ditë fëmijët e familjeve që banojnë poshtë rrugës janë të detyruar të rrezikojnë jetën duke kaluar përmes aksit nacional, pasi shkolla ndodhet në pjesën e sipërme të fshatit. Në këtë vend nuk ka asnjë nënkalim apo mbikalim dhe vetmja mundësi për të kaluar rrugën është të vraposh duke shpresuar se makina nuk do të aksidentojë. Shumë e rrezikshme është, aksidente bën për ditë, kollash këtu. Për ditë nuk i lën dot vetë, është rrugë e vështirë. Për ditë kalojmë me fëmijët, me kujdes, me frikë. Duhet të kishte një mbikalim, nënkalim, sepse fëmijët nuk dinë të mbrohen. Nga ana tjetër, mos respektimi i rregullave të qarkullimit rrugor nga drejtuesit e mjeteve shton edhe më shumë mundësinë për aksidente.